Në zonat rurale të Bashkisë Këlcyr, shërbimi shëndetësor po vjen në ndihmë banorëve, jo vetëm nëpërmjet ambulancave, por edhe direkt në banesat e pacientëve që vuajnë nga sëmundjet kronike. Mjekët dhe infermierët kujdesen që të moshuarit dhe personat me probleme të vazhdueshme shëndetësore të marrin kontrollin dhe trajtimin e nevojshëm, pa qenë e nevojshme të udhëtojnë drejt qendrave shëndetësore. Zonat e Bashkisë Këlcyr ka ambulanca në fshatrat e ndryshme të zonës dhe aty kemi infermierë të cilët japin shërbim gjatë paradites dhe kemi dhe infermierë të cilët jetojnë në fshat që ka shërbim paradite dhe gjatë gjithë kohës tjetër, edhe mbasdite dhe në darkë, edhe për grup moshat e fëmijët 0-14 vjeç, por edhe për moshat e rritura, për pensionistët, për të smurët e tjerë kronik dhe ka edhe kontrolli shëndetësor në banesë, është ai i cili afrohet pranë jo vetëm në qendrën shëndetësore, por edhe në fshatrat përre. Në grup moshat e treta ka raste të ndryshme të sëmundjeve diabetike, të sëmundjeve kardiovaskulare, me diare akute, ka rreth 5-6 raste në ditë. Kontrollet shëndetësore në banesë kryen kryesisht për moshat e treta, ku aktualisht marrin shërbim rreth 13 pacientë, theksoi mjekja Entela Ibrahimi. Në kontrollin shëndetësor në banesë janë më shumë të sëmurët të cilët nuk mund të lëvizin, janë jo vetëm të sëmurë që janë me shërbim, se kemi dhe shërbim paliativ që shkojnë në banesë, u kryen të sëmurët që janë me sëmundje me ca të ndryshme, pak janë, dhe të tjerët janë të smur diabetik, të cilët janë mosha të thyera, janë pa fëmijë që u shkojnë në banesë, janë rreth 12-13 raste që kemi pranë të gjithë qendrës tonë shëndetësore. Përmes këtij shërbimi, stafet mjekësore synojnë jo vetëm trajtimin e pacientëve, por edhe ndjekjen e vazhdueshme të gjendjes së tyre shëndetësore, duke ofruar siguri dhe kujdes më pranë komunitetit.